Në një periudhë tensionesh të larta mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, sulmet e vazhdueshme të Iranit ndaj bazave amerikane në lindjen e mesme janë bërë një temë e diskutimeve globale. E faqe të ndryshme të serbëve në rrjetet sociale raportojnë se shumë serbë po a dërgojnë shërbimeve të ndryshme të Iranit koordinatat e kampit ushtarak Bonstil në Kosovë. Janë një bazë tjetër amerikane, faleminderit paraprakisht, thuhet vetëm në një postim në rrjetin social X. Por pavarësisht thirrjeve në rrjetet sociale nga qytetarët serb që i kërkuan Iranit të godas edhe bazën amerikane në Kosovë, KFOR nuk ka ndërmend të bëjë ndonjë ndryshim në strukturën apo qëndrimin e forcave të tyre. KFOR tha se SHBA vazhdon të luajë një rol themelor në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme në tërë Kosovën dhe stabilitetin rajonal, e që Shtetet e Bashkuara kanë pothuajse 600 trupa të dislokuara në Kosovë. Madje së fundmi për këtë çështje ka folur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut, duke thënë se misioni i KFOR-it në Kosovë do mbetet i fuqishëm dhe i aftë për qëllimet e tij.